Dhoma e heshtjes, dhoma ishte e qetë, ndriçuar lehtë nga drita që rrithte nga lampat e vegjël. Krevatet që zakonisht ishin hapësira individuale tani shfaqeshin pranë njëri tjetrit, të dy të dukshëm, por të heshtur. Në këtë heshtje, limiti dhe dolce ndodheshin përballë njëri tjetrit. Nuk ishte nevoja për fjalë të shumta, ndonjë vështrim i shpejt, një buzëqeshje e lehtë, një heshtje e përbashkët, mjaftuan për të ndjerë atmosferën që ndryshonte nga çdo natë tjetër. Limiti shikoi Dolcen me një vëmendje të qetë, dhe thjesht tha, "Ke syrin shumë të bukur." Fjala e thjesht, pa shtresa, pa komplimente të ndërlikuara, ishte më shumë se fjalë, ishte një prizë afërsie. Një hap i vogël drejt një lidhjeje të heshtur që po zhvillohej mes dy njerëzve në një ambient ku çdo lëvizje shihet i. Puthja e heshtur, Dolce ju afrua dhe e puthi me buze. Nuk ishte spektakël, nuk ishte dramatik. Ishte një gjest që shprehte shumë pa folur asnjë fjalë. Ky kontakt i vogël, një prekje e heshtur, ndryshoi ritmin e dhomës. Atmosfera u mbush me një lloj tensioni të butë, një ndjesi që nuk kërkonte spektakël, por thjesht pranimin e një realiteti të ri. Dy njerëz ndajnë afërsinë e tyre në heshtje i. Bashkimi i krevatit, kur vendosën të bashkonin krevatet, akti nuk ishte vetëm fizik. Ai simbolizonte zgjedhje dhe afërsi. Një vendim i heshtur që ndryshonte mënyrën si ata përjetonin natën dhe hapësirën. Bashkimi i krevatit ishte një veprim që i dha një dimension të ri lidhjes së tyre, një ndjesi sigurie dhe afërsie që u ndje menjëherë në dhomë, edhe pse heshtja mbetej mbizotëruese, iva. Pasojat për ambientin, ky moment i heshtur dhe intim nuk ndodhi në vakum. Atmosfera e shtëpisë ndryshoi menjëherë. Shpina, një banore tjetër, ndjeu pasojën më të drejtë për drejtë. Nuk ishte xhelozi, por një shqetësim i heshtur. Ndjenja e ndryshimit në energjinë e dhomës, vëmendja ndaj veprimeve të tjerëve, e mbajti zgjuar gjatë gjithë natës. Gjumi nuk ishte i qetë. Mendimet për afërsinë dhe pasojat e saj e mbajtën shpirtin e saj të tensionuar. Reflektimi mbi heshtjen, heshtja midis Limit dhe Dolce nuk ishte bosh. Ajo fliste më shumë se çdo fjalë e thënë. Çdo gjest, çdo shikim, çdo prekje e vogël kishte peshë. Në ambientin e shtëpisë, ku çdo lëvizje regjistrohet, heshtja është gjithashtu një gjuhë e fuqishme. Ajo tregonte ndjesinë e bashkëpunimit, pranimin e ndjenjave dhe ndjesinë e pasigurisë që e shoqëron çdo marrëdhënie në një hapësirë të tillë të mbikëqyrur. Ndikimi emocional të banorët e tjerë, çdo veprim ka pasojë, dhe këtu nuk bënte përjashtim. Ndërsa Limiti dhe Dolce ndanin momentin e tyre intim. Shpina mbeti duke reflektuar mbi ndjenjat e saj. Nuk ishte e drejtë as nuk kishte pretendim, por atmosfera e ndryshuar, ndryshimi i hapësirës dhe ritmit të natës e bën të ndiejë e shqetësuar. Ky është një fakt i thjesht psikologjik, afërsia e dukshme ndërmjet dy njerëzve ndryshon perceptimin e të gjithëve të tjerëve. Bashkimi si simbol, bashkimi i krevatit nuk ishte thjesht një akt fizik. Ishte një simbol i zgjedhjes dhe pranimit. Ai tregonte që ata vendosën së bashku për të kaluar natën, duke ndarë një hapësirë që zakonisht ishte personale dhe individuale. Simbolika ishte e qartë, një hap drejt afërsisë, pranimi i njëri tjetrit dhe reflektimi mbi rolin e çdo banori në hapësirën e përbashkët. Heshtja dhe pasojat psikologjike, natën e pas bashkimit të krevatit, Shpina mbeti pa gjumë. Nuk ishte frikë ose ankth i madh, por një ndjesi e vazhdueshme e tensionit. Kur disa njerëz ndajnë hapësirë intime, efekti shpesh ndikon edhe tek të tjerët. Çdo gjest, çdo vështrim, çdo prekje lëgjurmë të padukshme, por të ndjeshme, igje. Përgjegjësia morale dhe reflektimi në një reality show, çdo marrëdhënie ka pasojë për ambientin. Limiti dhe Dolce nuk mund të kenë parashikuar çdo ndjesi të tjerët, por pasojat janë të dukshme. Kjo tregon rëndësinë e reflektimit mbi veprimet tona, sidomos kur jemi të mbikëqyrur dhe veprimet tona prekin të tjerët. Çdo zgjedhje personale ka ndikim mbi të gjithë ambientin, që, përfundim, heshtja që flet, nata për Limiti dhe Dolce tregoj diçka që shpesh harrohet. Heshtja ka zë, veprimet kanë pasoja, dhe çdo afërsi, edhe në heshtje, prek më shumë njerëz se sa ata që e përjetojnë drejt për drejt. Big Brother Kosova nuk është thjesht lojë dhe kamera, është një laborator i emocioneve të ndërsjella, ku çdo zgjedhje, çdo kontakt dhe çdo heshtje reflekton në mënyra të ndryshme mbi banorët. Kur nata përfundoi dhe drita u fik, disa shkuan të flinin të qetë, të tjerët u ndjen të shqetësuar.
Heshtja e natës ishte plot zëra të padukshëm, reflektime të brendshme dhe pasojat e një afërsie që kishte ndryshuar atmosferën e gjithë shtëpisë. Dhe kjo është një e vërtetë që nuk mund të anashkalohet. Çdo gest personal ka ndikim mbi të tjerët dhe heshtja shpesh flet më shumë se çdo fjalë. Ky shkrim është menduar për lexim rreth 45-50 minutash, me tempo të ngadaltë, duke reflektuar mbi ndjesitë, ambientin dhe pasojat e veprimeve brenda një reality show.